i nderuari shkrimtari i madh për Kosovën ka bërë gjën e duhur. Letrarët sigurisht kanë mendimet e tyre, kanë edhe vërejtjet e tyre, pse se mori atë çmim që ne gjithë mendojmë se e meriton. Por më lejo ta them vetëm edhe një epizod, unë kam qenë në Australi. Po, ambasador. Po, kam udhëheq ambasadën dhe në një moment me një nga ambasadorët natyrshëm bisedohet për specifikat, vendi yt, vendi im, ne doket, zakonet, karakteristikat, ku dim, religioni, ekonomia, dhe për një moment unë jam kujtuar që mund gjej një libër ti në Canberra. Dhe e gjeta për fat në gjuhën angleze, prilli i thyr, Broken April, edhe e kam thënë del duhet të jap një libër lidhur me ato që biseduam. Pastaj aja atë që më thash madhështore se thamë ke lënë pa gjumë. Ai ishte ambasador dhe ai? Po, më ke lënë pa gjumë, tha. Domethënë, aty se i ke për shkak të hyrja është fantastike, kanuni se si vetëm ka daret ditë ta bëj këtë mënyrë që ta transplantoj në mënyrë artistike. Ato dilemat si në antikën e lashtë, domethënë te ai ishte ambasador i kujt? Jo, ishte i Afganistanit. I Afganistanit. Dhe lexoj Broken April? Se kanë disa gjëra që lidheshin pak edhe me... Dhe tha, Gjela tha pa gjumë. Pa gjumë, me çështje traditës, domethënë. E kuptova. Foto tjetër. Tani, zoti ambasador, 4 ish drejtuesit e UÇK-s ndodhen në Hag dhe madje këto ditë është duke zhvilluar dhe procesi. Dhe ka shumë diskutime. Prokuria ka kërkuar 180 vjet burg, pra për secilin 45 vjet burg. Unë doja një koment tuaj si ambasadori i Republikës Kosovës në Shqipëri. Komenti është ai që kanë të gjithë, po thuaj, që është konsideruar që nga fillimi e padrejtë dhe pa nevojshme si gjykatë. Në 2, të gjithë shprehin bindjen se edhe ky proces, i cili u hap me bindjen se vetëm mund ta qes në pa të vërtetën dhe të heqë çdo dyshim të njerëzve, do të ketë të njëjtin përfundim se s'mund të jetë ndryshe. Pas pretencës që u dëgjua ditë më parë, reagimet ishin dhe janë të forta, sepse dënimet që u paraqiten u propozuan nga pretenca, dhe të gjithë në Kosovë, dhe qeveria, institucionet dhe qytetarët, kanë një farë shpresë se gjykata do ketë një fjalë që të jetë e dallueshme prej kësaj, nga 45 vjet për çka? Domethënë, ne jemi krenarë jo vetëm për luftën që ka bërë UÇK-ja, por për mënyrën se si e ka bërë luftën, për një luftë që ishte mbrojtje dinitetit, por ishte edhe luftë e paqët, dhe gjykata do duhej të ndiqte këtë kurs duke u përmbajtur standardeve ndërkombëtare drejtësisë. Kjo është kërkesa vetë kryeministri i Kosovës në prononcimin e tij, tha se nuk duhet barazohet viktima me gjelatin dhe çdo përpjekje për të anashkaluar këtë relacion do ishte shtrembimi i historisë. Do thonë, është. Okej. Foto tjetër. Zoti ambasador, ju jeni ai në cep atje me Sadiun. E sakt? Jam i sakt? E sakt. Do të djath. Mbledhja të dy qeverive. Jam në fund, po desh të thuaj në fillim. Ose në fillim. Përballë me është ambasadori juaj në Prishtinë ato kohë, Qemal Mingjozi. E përshëndesim Qemal Mingjozin, mikun tim. Miki juaj edhe miki imi, është një nga mbledhjet e përbashkëta dy qeverive. Kjo është në Kosovë? Kjo është këtu, në Shqipëri. Jo, këtu është në Tiranë, kjo ku? Në Elbasan. Është ajo Elbasan, një mbledhje, po. Kjo është në Elbasan. Është pak në periferi, një pikë atraktive, turistike tash. Foto e bukur, ë? Shumë e bukur, është madhështore madje. Këto takime kanë rëndësinë vetë funksionale, praktike, juridike, por kanë edhe simbolikën e fuqishme. Madje kam një farë prirje që t'jep më shumë rëndësi këtij dimensioni. Simbolikës? Simbolika. Pse? Sepse i ofron njerëzit, bëhen gjithë bashkë, pas këtij takimi ku firmosen, diskutohen disa marrëveshje, ka edhe një moment relaksi, një gotë vere, një bisedë, një barcelet, e tjera, e cila gjithmonë është si një lloj relaksimi ose ndihmon përshpejtimin e bashkëpunimit. Rama për këto barsalete këto i qanë këto. Po, e kanë rëndësinë e vetë, pa diskutuar. Tani, Rama nesër është në Kosovë.
Edhe e ka konfirmuar. Jo, e ka konfirmuar. Për momentin, po. Jo, e ka konfirmuar. Po, domethënë. Do jetë vizitë zyrtare, do takoj Madje edhe presidenti Begaj. Po edhe presidenti Begaj dhe Albin Kurti. Tani një pyetje kam. Festohet. Ne këtu nga Shqipëria the, ore, si shkon Rama me Kurtin? Po, dhe çfarë përgjigje? Jo, pjosun, ti je ambasador, po? Unë sa e di, kam qenë edhe afër kur u është bërë kjo pyetje të dyve. Po? Madje edhe në këtë takim. Edhe këtë takim? Edhe në këtë takim, beso. Po, sa e bukur. Edhe përgjigja që kanë dhënë dhe mua më duk shumë e logjikshme është nëse kemi ndonjë diskrepancë, ndonjë mos përputhje, i kemi 99 tjera që funksionojnë. Bukur. Kjo është një. Besoj që është e saktë. Siç është e saktë se bashkëpunimi mes nesh duhet edhe do të realizohet jo gjithmonë i lidhur me një individ, qoftë edhe pozitën e liderit, është më domethënë është çështje sublime, vërtet, bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve. Edhe asnjëri këta nuk besoj që do ta rrezikojnë këtë relacion. S'kan nesër më madhështor kur e respektojnë këtë. Marrja pjesë e Ramës nesër në festimet atje, në ceremoni zyrtare, është pjesë e këtij interesimi për të marrë pjesë në festën e përvjetorit të pavarësisë. Foto tjetër. Tani unë këtu është një foto që jeni ju me 3 fëmijët, po në 5 veta që jeni këtu unë kam 500 pyetje. Po do t'i përmbledh. Ju keni krijuar një familje të bukur, një familje të mirë. Faleminderit. Dhe kjo është, e di unë, se nga ato që kjo është krenaria juaj më e madhe. Pa diskutim. Tani më foli çik për secilin nga bashkëshortja juaj? Po, bashkëshortja ime Flora është ka punuar një pjesë të mirë. Nga është Flora? Flora, më fal? Nga është Flora? Nga Gjilani është me origjinë. Gjilani. Edhe babai mësuese kishte. Ju jeni njohur atje? Jemi njoft në Prishtinë te gazeta Bota e Re. Edhe ajo është gazetare. Kur erdhi fillestare, unë isha pak më avancuar. Dhe është marrë fillimisht ka punuar në arsim, më vonë pas luftës edhe në gazetari. Dhe me një përkushtim të jashtëzakonshëm për punën e gazetarisë, po sidomos me fokus te gruaja, barazia, emisione që quhen Vizioni i gruas, ka bërë emisione pa fund dhe portrete për gratë të dalluara në këtë anë dhe në atë anë, nga Kosova, nga Shqipëria, Nexhmije Pagarusha, Baçezela, Nazmije Hoxha, përkthyese. Ju u dashuruat duke punuar si gazetar? Ajo gazetaria u bë pretekst për të. Ndërsa dashuria ju ndiqni ka rregullat e veta, emocionet e veta që galvanizojnë e tjera, pëlqejnë njerëzit, por kemi krijuar bashkë një familje të... Tani të lutem më shumë pak për 3 fëmijët, 2 vajza dhe një djalë. Vajza e madhe është në mes, Dafina, ka 2 voglush, Benin dhe Nikin, ka kryer një master në Londër për financë ndërkombëtare, në Universitetin Amerikan në Prishtinë, dhe tani la bankën ku po punonte, po punon një biznes privat, bashkë e mbajnë me bashkëshortin dhe ca partnerë tjerë. Dhe ku jetojnë tani? Më fal? Ku jetojnë tani? Në Prishtinë. Në Prishtinë, u kthyen në Prishtinë. Po. Atje vetëm për studim. Për studim. Po? Dhe jetojnë e punojnë në Prishtinë bashkë, mbajnë biznes privat. Vajza tjetër? Tjetra është Etleva. Etleva? Etleva është psikologe. Po? Edhe poete, njëkohësisht. Dhe poete? Po, edhe Nuse Pogradeci. Si, do të thënë, ti ke bërë krushim Pogradeci? Po, kështu. Bashkëshorti i saj është Pogradec? Është punon Pogradec, bashki punon. Edhe është një lidhje më shumë me jona, e familjes. Po pse Etleva banon në Pogradec? Po pra, tani është nuse atje. Është nuse atje? Të kohë në pritje të një apartamenti ka qëndruar edhe në Tiranë edhe atje, por ka një çun të jashtëzakonshëm, liceo. Liceo. Ndërsa djali Besiani është më shumë i prirur, duket ka mamaja në qanë, me art, me romantik, merret me regji, me dizajnin, me videoklipin. Ku jeton? Prishtinë? Prishtinë. Tani një pyetje ka unë, ambasador. Këta mundësit i kanë pasur, babin ambasador, vetë kanë studiuar jashtë. Pse nuk jetuan jashtë po në Kosovë? Unë besoj se pse t'jetohet jashtë, kjo do ishte pyetja më. Kur edhe këtu... Përgjigje me pyetje? Po, ndoshta, është goxha i kërkuar të fushë e tij, regjisë, promocionit dhe videoklipit, sidomos me këngëtar tuaj dhe
Jam krenar me ta, sigurisht që çdo prind gjithmonë don shumë më shumë. Vin shpesh këtu në Tiranë te babit e mamit? Po vin më shumë me rastet festave caktuara, për ditëlindje, vetat tonat, për vitëri, nata e dytë që kur jam këtu vazhdimisht, domethënë bashkë kemi bërë në Tiranë, për të dje pak edhe atmosferën e Tiranës. E kuptoj. Foto tjetër. Tani unë kam shumë foto, edhe ju mi keni dërguar dhe të falenderoj shumë që keni bërë shumë vizita në për Shqipëri. Po sigurisht. Këtu ku jeni? Këtu jemi në Fushë Qajup. Te Barint dhe stanët në Fushë Qajup, pak kilometra para se të mrrinim në Zagori. Po? E ishim nisë për te fshati i Qajupit. Te Qajupi ati? Po. Këtu janë barit atje që janë organizuar një pritje të jashtëzakonshme me qeleshet e zonës dhe me një drek që ishte specifike me qumshtin, djathin dhe rakin e zonës, ishte mrekullie, ishte hera e parë, dhe me thonë, kjo është pjesë e punës, çdo ambasadori, edhe në këtë rast 2 herë më shumë, sepse unë nuk e bëj vetëm si një detyrë zyrtare, po e bëj edhe si knasi. Dhe me thonë, jam me fat që kjo punë ambasadorit ka dhënë mundësinë të shoh edhe këtë fshat, Fushë Qajup për shembull, si edhe shumë zona e fshatra. Kam qenë edhe te kanionet. Të sumitim. Ka në një zonë që e ke shumë, që të ka pëlqyer më shumë, që e habitur? Po, me thënë drejtën, secila ka bukurinë e vetë, specifikat e veta. Secila. Të gjitha. Dikun e ke lartësinë, dikun e ke afërsinë me pozicionin. Po deti besoj këte nga ju? Detin e njohim më shumë, të jemi sinqert. Detin e njohim më shumë dhe njohin gjithë kosovarët që nga Ksamili deri te Velipoja. E njohin sepse tani është bërë 3 orë makinë. Nuk quhet më ndoj distancë. Por ajo që është e veçantë është mundësia që të shoh edhe fshatra, edhe zona, edhe... Si të presin atje, kur thonë, ambasador i Kosovës, si të presin? Gjithkun, do më thonë, me nivelin e duhur. Unë dëshiroj të meritoj respektin, por është interesant të shihen jo vetëm ana zyrtare e Shqipërisë, por edhe ana jeta, ajo që përbën jetën. Shumë e bukur, shumë. Që nga veshja, banimi, zakonet, mentalitetet. Foto tjetër. Ta janë dy nipat, vajza e madhe, Beni dhe Niki, një foto e zakonshme me ta, një nga nejat e përbashkëta, janë përshkollohen në Prishtinë, të dytë janë në një shkollë ndërkombëtare, janë ngarë me mjartë. Po, bravo, kjo është gjetje që më duket i përgjigjet mas shumë ti kur është nipi, garë janë me zgjuhët shqipe dhe anglishte, dhe më thonë, si paralel shkojnë, por që presë se do shkëlqejnë edhe këta në... Ka në i prirje niprit? Ende është herët. Janë të veqë, lako. Njerë kur e pyet, thot një profesion, herën e dytë vjen me një inspirim tjetër, si që ndodhë zakonisht. E duan Shqipërinë po ajsa Kosova? E duan kur janë me prindrit, kur kanë familjar afer, kur shijojnë detin. Po, këto janë ma shumë perceptime të kësaj moshë, ndërsa ma vonë sigurisht vinë edhe